është kënaqësi unë me ju pru bashkë, me ju bë bashkë në studion time, sepse ju në Ferizaj shiheni, po besoj sidomos në këtë muaj të shajt Ramazanit pas çdo iftari bashkë, unë e di se sa postime kam pa prej labit, po edhe prej shumë qytetarëve të Ferizajit, se sa i afërt je me qytetarë dhe se sa shumë jep mesazh që jo vetëm si imam, si hoxh, por edhe si një shok i tyne që ju ke ndihmu, ndoshta në vështirësi të ndryshme, me pas një mbështetje emocionale, siç është edhe besimin e Zotit. Dhe njerë faleminderit për ftesën në misionin tuaj, familja jonë, vërtet një mision i qelluar, që t'i dhurojmë familjes, t'i japim familjes më të mirën që është e mundur, që fatkeqësisht në kohën tonë po degradohet shumë. Unë si imam i xhamisë së madhe në Ferizaj, siç e potencove e thej edhe ti, përveç se e kam obligative si njeri, si qenie njerëzore, tani e kam edhe barë që t'jem afër qytetarëve, afër besimtarëve, të atyre të cilët janë mirë dhe atyre të cilët kanë edhe vështirësi. Shumë mirë që potencove këtë orë, sepse pikërisht me këtë do doja të nisnim edhe biseden e temës cilën kemi vendosur ta trajtojmë sot. Shumë persona kalojnë për vështirësi, edhe ndoshta nuk është shumë mirë me thonë, po në shumicën e rasteve në vështirësi kujtohet me thonë o Zot një mam, e në të mira ma pak thonë o Zot faleminderit. Ose çfarë mendon ti, pse zakonisht njerëz e gjejnë mbështetjen vetëm kur kalojnë vështirësi, jo vetëm, po në përqindje më të lartë. Po nëse njeriu mendon që nuk ka për të kaluar në vështirësi në këtë botë kalimtare, është shumë gabim. Sepse çdo njeri, edhe hoxh, edhe axhi, edhe xhamati në përgjithësi, edhe ai që është i pasur, edhe ai që është i varfër, ka për të kaluar në për sprovat e kësaj bote, me dashje apo pa dashje. Dhe njeriu, kur është mirë, është natyrshme që distancohet edhe harron, përveç atyre të cilët e kanë të instaluar besimin, imanin në shpirtat, zemrat e tyre, ndërsa kur sprovohet, do thot afrohet ka krijuesi. Allahu në Kur'an thot, kush dëshiron krenari, le ta di se tërë krenaria i takon vetëm atij i cili ka kriju, pra krijuesit Zotit fuqiplot. E ka njëherë kur njerëzit i tradhton krenaria, atëherë afrohen te ai i cili na ka krijuar duke u lutur për gjërat të cilat i prekupojnë.